Në 2018, fshati do të bëhet si qyteti, të paktën tek pensionet. Pra do të ketë një barazim të pensionit të fermerëve dhe të atyre që jetojnë në qytet. E thënë me një shembull, nëse një person, si ish antar i kooperativës bujqësore me 15 vite të siguruara, merr një pension prej 3.728 lekësh, me skemën e re do të ketë një pension prej 6.640 lekësh. Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Erion Velia e tha se afrimi i skemës do të nisë nga janari 2015 dhe do të finalizohet pas 3 viteve. Dhe për afrimi i skemave do të fillojë që nga data 1 janar e vitit 2015 dhe qytetarët në zonat rurale, cilëve ju shërbeni, është shumë e rëndësishme të kuptojnë që nga ajo datë do të fillojë afrimi i skemave për të shkuar në një barazim të plot të kontributeve, po dhe të përfitimeve në vitin 2018. Është që për herë të parë ata që janë të vetë punësuar në bujqësi do të kenë të njëjtat përfitime me ata që janë të punësuar në zonat urbane dhe që paguajnë sigurimet shoqërore. Situata në fshatra është dramatike, ka të papunë dhe pak që paguajnë kontribute. Nga 1.5 milion banor që jetojnë në zonat rurale, ka vetëm 30.000 të siguruar. 30.000 qytetarë të ndershëm kanë paguar vitet e tyre të plota, ndoshta kanë blerë dhe vitet kaluara, me shumë gjas, shumë qytetarë të kthyer nga emigracioni kanë blerë vitet që kanë munguar në Shqipëri, çka na rezulton në një rritje të ardhurave, po jo detyrimisht në rritje të njerëzve që janë siguruar dhe që do të kenë pensione nesër. Ja si do të ndryshojnë pensionet. Nëse një pensionist fshati me 35 vite të siguruara, nga të cilat 18 në fshat dhe 17 në ndërmarrje shtetërore, merr tani 11.973 lekë, me skemën e re do të marrë 12.866 lekë. Në rast se një pensionist fshati ka 30 vite punë të siguruara, vetëm si antar i kooperativës bujqësore dhe merr një pension prej 7.314 lekësh, me skemën e re do të marrë 9.160 lekë. Pra në rast se në një pensionit të lidhur me datën 1 janar 2015, për pensionet e fshatit, sipas ekspertëve, pensioni do të dalë më i lartë se ai aktual.